Sa është vështirë të punohet në Britaninë e Madhe si gazetar sot? Sigurisht që kushtet që i kemi atje janë jashtëzakonisht më të privilegjuara. Kemi infrastrukturën ligjore që na i garanton të drejtat dhe liritë tona për çastin e informacion. I kemi mekanizmat shtetëror që e privilegjon të drejtën e qytetarit për informim të drejtë, rrjedhimisht ne si gazetar të akredituar kemi të drejtë që të kemi qasjen informacione të tilla. Tereni se kush është gazetar e kush nuk është, në të vërtetë është larg më i paqt se kudo tjetër në nivel global, mund të them me plot përgjegjësi të plot, të akreditohesh si gazetar apo si reporter, apo qoftë edhe si analist, apo redaktor në Britaninë të Madhe, kërkon kritere, kushte profesionale që të plotësohen. Rrjedhimisht ti me titullin tënd gazetar apo reporter apo redaktor je vazhdimisht në përgjithësi dhe kërkohet ndërgjegjshmëri profesionale ndaj teje. Të tjerët të cilët nuk janë të kualifikuar nuk mund ta quajnë veten gazetar, duke qenë se është akt kriminal për ta prezantuar veten diçka që nuk je.